kemi një problem shumë të madh. Eren Velia është i zgjedhur. Unë nuk e kam votuar Eren Velin. Po të googloni mund të gjeni një sinër kritiket e tij politik. Por nuk mendoj që justifikon një masë sigurie arresti me burg një person i zgjedhur. Aq më tepër për akuza që nuk lidhen me detyrën e tij. Nuk ka një flagrancë të madhe tani aty që u ndodhi një hata jashtëzakonshme në Bashkinë e Tiranës dhe ti po patjetër duhet ta largosh kryetarin e bashkisë sepse qenia e tij në detyrë vazhdon të thellojë krimin. Na provonte këtë prokuroria dhe nuk do kishim debat. Por për historitë së shkuarës, për historitë të disa blerjeve online të gruas dhe që të lidhjeve krejtësisht të supozuara dhe të paprovuara, të gruas dhe të fondacionit gruas me kryetarin e bashkisë, më vjen keq po pret puna e kësaj. Askush nuk thot mos heto. Askush nuk po thot mos akuzo. Po mos e fut në burg mua. Pa vendim, formës prerë, të pagjykuar dhe të padënuar. Ky është debati për Eren Velin, na thon thjesht në esencën e tij. E përsëris, unë nuk jam nga ata që them që okay, ky maskara, ky qen që gjaku dhuna e kupton shkumzimi i njerëzve, ajo jargavitja që të burra jepi ti biem. Jo. Nuk jam nga këtë, nuk kam qenë kurrë për këtë. Është i zgjedhur, është i zgjedhur. Për të mirë për të keq është i zgjedhur. Për ne ka disa garancimi të zgjedhurit. Nuk para burgosen.